gjithë juve që jeni me valët 102.2 është ky edicioni më i ri i emisionit të La Casa de Plus. Së bashku do të jemi deri në orën 13:45 minuta muzikë të zgjedhur dhe informacione të ndryshme. Është ky emision që mundsohet nga Çandra numër 1 tregtar dhe nga Albi Mall, vendi i familjes suaj. Gjithashtu këtë edicion do të fillojmë pak më ndryshe. Ndërkohë që Kosova është një vend i vogël, por ka talenta të mëdhej. Unë do të lidhem drejt për drejt në qytetin e bukur të Gjakovës. Do të lidhem atje me Akea Bicurin, e cila ka pasur një koncert. Akea, apo dëgjohemi? Përshëndetje po. Akea, si e sot? Mirë ju. E mora vetëm pas atij koncertit të madh, unë e quaj ashtu për shkak se faktikisht ishte një koncert shumë i mirë atje në Gjakovë. Se ekipa Radio Plusit ka qenë atje, po s'kemi dashur me të marrë një intervistë atje, kemi dashur drejt për drejt. Si kalove faktikisht ke marrë telefonata, ke marrë urime për koncertin që ke bërë? Po, kam marrë për shumë vetave edhe për atyre që kanë qenë atje, ku marrë urime edhe domethënë për suksesin që kam pas. A mundesh më na fol pak a shumë për koncertin? Cilat pika janë luajtë në koncert, cili ka qenë profesori? Po, i kom pas 5 pika mi luaj. Edhe mas ne e kom pas edhe një mysafirë motre. Pa tjetër Trojën. Po. Kom pas prej kompozitorëve të ndryshëm, dhe prej periudhave të muzikës të ndryshme. Edhe domethënë kom pas prej kompozitorët Bach, prej kompozitorët Chopin, prej kompozitorët shqiptar si Mangjoni, kom pas edhe prej kompozitorët Schubert. Shumë mirë. Do të thonë aty ka luajt edhe Troja, dy pjesë me gitara, apo 2-3 se s'm kujtohet ashtu i mirë. Megjithatë, për moshën që e ke, faktikisht si e ndive veten se një koncert, do të thonë, themi ashtu solistik i joti, por në moshë të re është një sukses i madh. Kom pas emocionin, normal, ishte hera parë që kom bërë një koncert recital, po edhe pas koncertit jam ndjej shumë e lumtur, edhe jam ndjej kom pas një arritje shumë të madhe. Jam ndjej shumë krenare për vete. Patjetër. Gjakova, unë kam thonë që është një vend i mbushur me talente, po edhe talenti prej talentin ka njëherë dallon, megjithatë në kuptimin e asaj që jeni pianiste shumë e mirë dhe në moshë të re, ku e shet ardhmën, Akea? E shet ardhmën si pianiste, apo? Po, si pianiste, gjithçysh, po besoj, domethënë tash, e kam edhe një vetë shkollë të mesme, atëherë shpresoj që do më bëhet mi kryer universitetin jashtë Kosovës, pasi shtojmë për antedimet e mia, edhe normal në për koncertet në doja. Patjetër, faktikisht nëse shkon në universitet jashtë Kosovës, po besoj që mandej ki më kthy prapë në Kosovë me dhënë kontributin apo jo. Po. Meqense unë thash më herët, kemi shumë talenta, po s'kemi për eksport, po na duhen neve. Patjetër, planet e tua, ke edhe ndonjë koncert tjetër ose diçka në një të ardhme të afërt? Besoj që edhe vitin tjetër do ta bëj një koncert recital. Po. Nuk i dihet, ndoshta më edhe më afër se qershor vitin tjetër. Hala nuk kam vendosur për gjë. Unë po shpresoj që të kemi shpejti edhe këtu edhe në krye qendër me ndonjë koncert. Edhe Prishtina ka nevojë për koncerte të tilla siç e ke mbajti koncertin recital në Gjakovë, një sallë shumë e mirë, duhet me të përgëzuar për shkollën se faktikisht e keni një ambient shumë të mirë për këto koncertet. Aty mbahen edhe evente të tjera, kështu që ju përgëzoj për këtë pjesë.
Se na nuk kemi shumë si pjesë. Edhe pse jemi kryeqendër. Okej, Akea. Bashkëpunimi me Trojën, a mundesh me na tregu faktikisht Trojën e pate, po Trojën duhesh me përgëzu edhe me falënderu, se faktikisht kalon pak me pauzu për me marrë vetën. Unë me Trojën zakonisht bëj muzikë jo klasike. Bashkëpunojmë shumë bashkë, edhe më bëj muzikë pop, rock, balada të ndryshme, edhe ja kena nisë njëherë në për parkin e qytetit, tash ja kena nisë edhe një për eventet të ndryshme me bo muzikë. Sa është e lodhshme kjo pjesa, në momentin kur e ndron pak zhondrin? Është pak, pasi që në këtë zhonër duna me lutë në sen, edhe synthi është shumë e vështirë se piano. Patjetër. Edhe pak e zërshme. Megjithatë unë du faktikisht ti njoftoj të gjithë ata që janë kanë dëgjojnë që je një punëtore shumë e madhe. Dhe je një talente jashtëzakonshme. Jo shpeshherë i thrasim në telefon, megjithatë kur shohim se ka talenta të ri, gjithmonë domethënë i thirrim, gjithmonë kemi dëshirë me pas kontakt me ta. Edhe thjesht mi shpalos ato aktivitetet që ju i bani. Akea, këtu në ekran të unë janë duke u shfaqur edhe pjesët tua që i ke lujt atje me piano. Kështu që ka qenë një performancë shumë e mirë. Ne atë përgëzojmë shumë, megjithatë unë mendoj që ti ke shumë, jo ndoshta shumë njerëz, po disa njerëz që duhesh mi falënderu për pjesën që nga njerë pa mbështetje është problem për me realizu, është pa tepër në një moshtre. Po, normal mbështetje më të madhe kom prej prindve dhe familjarëve të mi, po nuk ka mungu edhe mbështetja prej profesorit tim Andi Duraku, i cilin e falenderoj shumë, pasi më ka ndihmu shumë, edhe se unë nuk kom pas gjithkohës në këto vite që i kom piano profesorin Andi, po këto vitet e fundit më ka ndihmu shumë, edhe falë ti e bëna edhe koncertin edhe pata sukses. E falenderoj edhe profesoreshën e Randa Meka, e cila pi që kam qenë 7 vjeç që më ka najtë offer, edhe kom pas mbështetjen e saj, edhe të gjithë të tjerë të cilët kanë marrë pjesë në koncertin tim edhe kanë qenë present. Akea, të falenderoj shumë për këto minuta të këndshëm që na ofrove në fillim këtij edicioni. Unë përshpresoj që së shpejti të kemi edhe këtu në Kryeqendër, qoftë në studiot e Radio Plusit, qoftë në ndonjë koncert tjetër recital, për shkak se po besoj, jo që besoj, po mendoj kështu shumë që ja vlen faktikisht edhe publika e Prishtinës për me të pas më afër. Kështu që suksese herave tjera. Suksese herave tjera, dëgjohemi. Me të mira, Akea. Ju mi që vazhdojnë që ndroni në tutje.